Me një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion, në sallën e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, në Qendrën për Kulturë, u zhvillua promovimi i librit Lirika Majhoshe Tetovare e autorit Lirim Alia. Ngjarja u hap me një hyrje artistike të veçantë, ku tingujt e fyellit dhe violinës krijuan një ambient të veçantë kulturor, ndërsa më pas skena u gjallërua me interpretime të poezive që sollën ndjeshmëri dhe emocion tek publiku i pranishëm. Mëtej, promovimi vazhdoi me fjalën e autorit Lirim Alia, i cili ndau me të pranishmit rrugëtimin e tij krijues, duke folur për qëllimin dhe mesazhin e librit, si dhe për frymëzimin që qëndron pas vargjeve të Lirika Majhoshe Tetovare, një vepër që ndërthur identitetin, ndjenjën dhe traditën në një formë artistike të veçantë. Ishte një motivim i kahershëm, më thonë, merresha me diçka humoristike, skeçe të vendit, domethënë të Trevës ku jetoj, edhe pastaj dal nga dal ato gjërat u bën aq të mirëfita, saqë mendova se meriton diçka më shumë bën, domethënë perfeksionohen gjërat, edhe bën edhe poezi, edhe pastaj bën shumë poezi, deri aq sa vendosa që ta bëj libër. Ndoshta është edhe libri i parë në këtë zhanër, në këtë të folme ta quhen, edhe mendoj se ka dalë shumë mirë. Edhe pse këtu janë të përfshira vetëm lirikat, se dikur kishte edhe sociologjike me tema pak më të rënda, domethënë edhe sarkastike, mund ta quhen, i hoqa ato. Domethënë, kjo edhe pse shumë kanë menduar se fjala Majhoshe nuk është shqipe, në gjuhën shqipe, mirë po është në fjalor. Majhoshe, domethënë, as e tharët, as e ëmbël, ju e dini kuptimin. Domethënë, këtu ajo qëndron, domethënë, ka gjëra të mira, të ëmbla, edhe të tharë, domethënë, molla Majhoshe që thonë, domethënë, diçka ndërmjet, as e ëmbël, as e tharë. Tutje, a i shpjegoi edhe kuptimin e fjalës Majhoshe, duke e përkufizuar si një gjendje as të ëmbël as të hidhur, që simbolizon përzierjen e ndjenjave dhe situatave që trajtohen në libër. Sipas tij, veprat janë të ndërtuara në formë humoristike, por me mesazhe të qarta dhe edukative. Mesazhi i këtij libri është kështu, sepse protagonisti ju shkruan vajzave në base asaj që i sheh se çka studiojnë, edhe me terminologjinë atyre lëndëve ju shkruan, edhe pse bën humoristike, mirë po ka mesazh qartë edhe simpatik. Gjëra që po ai që është ekspert i asaj lënde, domethënë, po ta lexosh me vëmendje, ai ka thonë shumë gjëra, edhe pse dukun që nuk i ka thonë mirë, u ka prish rendin, mirë po, domethënë, është që të futet bile disa më kanë sugjeruar që të futet edhe në shkollat mesme, se është si stimulim, si motivim për të dashurat lënë. Me thënë kështu diçka është ndërmjet humorit edhe ka të qortime ku ka mangësi. Ky është mesazhi, domethënë që të rinjt ta lexojnë edhe më shumë që ta kultivojnë, jo domethënë di se gjuha standarde ne kemi që gjuhë zyrtare, por mos të harrojmë edhe gjuhën në vendin ku jeton. Ai shton se libri mund të shërbejë edhe si material motivues për nxënësit e shkollave të mesme, duke i nxitur nxënësit të lexojnë më shumë dhe të kultivojnë gjuhën dhe kulturën lokale, pa haruar gjuhën standarde shqipe. Promovimi i librit Lirika Majhoshe Tetovare u përmbyll me një atmosferë të ngrohtë kulturore. Në fund, autori Lirim Alia udhëroi të pranishmëve kopje të librit dhe i nënshkroi ato personalisht, duke krijuar një moment të veçantë afërsie me lexuesit. Ngjarja u mbyll mes duar trokitjesh dhe vlerësimesh për veprën.